Përshëndetje dashur shikues, sot jemi përsëri në Pas Kuintave. Sot jemi me zotin Esat Musliu, një nga regjisorët dhe krijuesit ndër më të mëdhenj në krijimtarinë e filmit dhe dokumentarit para viteve 90 dhe pas në viteve 90. Unë kam pasur kënaqësinë që ta kem pranë, sot e kam akoma pranë, është një mentor i imi, por njëkohësisht është dhe një nga veteranët e të drejtës së autorit. Pra një njerëz që ka luftuar shumë për të drejtën e autorit. Dhe si gjithmonë me objektin tonë, me bisedës, ne themi një mirë se erdhe zoti Esat. Është kënaqësi që ju kemi këtu mes nesh. Mirë se u gjeta dhe duhet të flasim edhe në fakt e drejta e autorit është një temë shumë e gjerë, shumë e kultivuar, e punuar, e gjykuar nga telesikuesit shqiptar. Është një temë që filloi të lëvrohej e drejta e autorit, e drejta e pronësisë intelektuale të autorit, sigurisht në periudhën e demokracisë. Sigurisht për këtë u hartuan ligje në standardin botëror, sepse këto ligje neve përpara nuk i kemi patur, e drejta e autorit nuk ka ekzistuar përveç se moralisht, do më thënë, quhej ky film i Esat Musliut, kurse tani, do më thënë, në periudhën e demokracisë, u kërkuat që çdo projekcion i një filmi artistik shqiptar, i një dokumentari, ose i një filmi të animuar, kërkonte patjetër që autorët kryesor të krijimit, duhet të shpërbleshin edhe materialisht për veprën ekonomike. Nga ana ekonomike, gjithmonë. Tashi kjo është një detyrë që në fillim me shumë vështirësi me shumë vështirësi u krijua një agjenci e përgjithshme që ishte Alba Autor me të drejtues general zotin Neshat Tozaj ndjes past, sepse bëri një punë të madhe, njerë për t'u sqaruar autorët dhe për t'i japë dhënë atyreve të drejtat që u takojnë, bëri një punë të madhe me qeverinë dhe sigurisht u kriju agjencia për mbrojtjen e të drejtave të autorit si një organizëm jo qeveritar. Pra, shteti ishte dorë nga administrimi direkt i të drejtës autorit që u takonte autorëve, realizues, dhe sigurisht majti përsipër vetëm kontrollin e këtyre agjensive, siç ka pasur për gjithë shoqatat jo qeveritare që u ngritën në Shqipëri në periudhën e demokracisë, që sigurisht shteti merrte përsipër të bënte kontrollin e funksionimit të tyre, por jo të financimit të tyre. Këto shoqata do të vetë financoheshin, duke u kërkuar të drejtën e autorit çfarëdhësuesit e veprave, qofshin filmike, qofshin auditive të gjitha, qofshin të filmit të animuar. Kjo çfarëdhësohej kryesisht nga televizionet. Televizionet në Shqipëri kishim një televizion shtetëror që ishte RTS-ja, kishim edhe rreth 30 në fillim, pastaj u bën më shumë, u bën rreth 80 kanale televiziv. Pastaj pati boom. Ishte një boom i madh. Televizione privat, pastaj rodhën me shumicë televizionet si quhet më? Kablor. Detyra e televizioneve privat ishte që sigurisht këte hapën biznese të ndryshme në qytetet të ndryshme të Shqipërisë, u përhapën me shumicë, mirë po financimin e përballonte sigurisht një pronar ose disa pronar që ishin biznesmen, se krahas punës biznesit të tyre, do të manë edhe një televizion privat i cili në radhë të parë shërbente për të bërë dhe reklamimin e punëve të tyre, të që prodhonin.
Sigurisht, lënda e parë që i duhej këtyre televizioneve privat dhe kablor ishte filmi. Sigurisht jepnin dhe lajme, sigurisht jepnin edhe ngjarje që mund të ndodhin në atë qytet. Sigurisht jepnin edhe reklama, edhe sigurisht edhe muzikë. Çfarë të them që i takonte asaj krahine ose atij qyteti. Por bazën kryesore të mbajtjes hapur të këtij televizioni e përbënin filmat. Si filma, si prodhime, këto i merrin kryesisht të gjithë filmat nga prodhimet tona, domethënë të Kino Studios Shqipërie, e re që janë që nga para çlirimit, sepse ka pas edhe filma dokumentar, sidomos të realizuar para çlirimit, si nga francezët, si nga italianët sidomos, si nga jugoslavët gjatë kohës së luftës, bënin kronikat, bënin filma dokumentar, dhe me këto filma, dhe me sidomos me filmat artistik, që u hynë në prodhim sigurisht që nga vitet 50, në filmin e parë artistik që ka qenë në atë kohë filmin Tana, ishte filmi i parë artistik, më vonë ishte një film i Hysén Hakanit, Debatik edhe një tjetër. Nëse, pra sasia e filmave artistik që kërkohej për shfrytëzim nga këto televizione private, përveç RTS-s që ishte shtetëror, ishte kaq e madhe dhe kaq e domosdoshme dhe kaq e kërkuar nga populli, sa që pjesën më të madhe të transmetimeve, të kohës së transmetimit e zinin këto filmat tonë. Pra ishte produkti kryesor. Ishte produkti kryesor që mante në këmbë televizionet private dhe kablore, edhe RTS-n bile. Edhe ky prodhim shumë i madh, sigurisht me hapjen e agjensive private, ose jo qeveritare, siç ishte FOMA-ja ka qenë atë kohë për film televizion, për prodhimet film televizion, ka qenë Alba Autor që merrte gjithë programet muzikore, ku merrte edhe muzikën e filmave, edhe ka qenë një, si që ajo e interpretëve, Agdia, një tjetër agjensi e fuqishme që merrej me interpretet e këngëve, aktorëve të cilët luanin në për filma ose në teatr, dhe sigurisht një agjensi tjetër më e vogël ishte e producentëve, sepse të gjithë këto prodhime artistike që ishin muzikore, filmike, kishin një administrat, ose do të ishte një televizion, ose do ishin një individ, një regjistrues, me fjalë që ka mjetet edhe që e zotron edhe ai një pjesë të ardhurave nga shfrytëzimi i këtyre filmave ose këtyre veprave artistike. Sigurisht pjesën dërmuese të ardhurave ekonomike, çmimet e tyre u morën nga sigurisht nga se ne kemi patur dhe ka Europa agjensi referencë. Agjensi si motra, që edhe që kishin referencat çmimike për të gjithë këta prodhime që quhen artistike, qoftë për këngën, qoftë për filmin, jo. Pra, nuk ishte një çmim i rënë nga qielli ose i thënë nga dikush, por ishte një referencë nga përdorësit e hershëm të drejtës së autorit, që i ka Evropa dhe që i ka bota. Sigurisht, për këtë gjë e parë e domosdoshme ishte një ligj për drejtën e autorit. Ky ligj u hartua sigurisht në hartimin e këtij ligji ndihmoi shumë i ndjeri Neshat Tozej. Duhet t'ja dim për nder, sepse ai gërmoi që t'i grumbulloi gjithë, i logoi njëkohësisht, t'i lëvroi të gjithë çmimet që funksiononin në Europë dhe në botë. Dhe sigurisht gjithë to me një lloj komisioni u futën për përdorimin e veprave të artit, sigurisht. Ky fenomen në fillim pati rezistencë nga të gjithë, qoftë nga televizionet e ndryshme,
valor edhe kablor, se ishin rreth 80 televizione, do t'ju vi çudi, po të them një qytet kaq i vogël si Kavaja, kishte 3 televizion privat. Një televizion si Shkodra kishte 6 televizion privat. Një televizion si Tirana kishte një numër të pakufizuar televizione privat, sepse hynin edhe klani, edhe ka qenë në atë kohë Top Channel-i, ka qenë Arbëria, kanë qenë Shijaku, kanë qenë Teuta, ka qenë, me një fjalë janë të cilat unë mund të kem haruar shumë nga këto televizione që funksiononin në Tiranë, por që ishin. Edhe përdornin filma shqiptar, gjë që na intereson të neve autorëve të filmave të. Sigurisht, në fillim me pak vështërsi, me rezistencë, me ku, do më thënë, vënde në ndihmonte shteti për t'i detyruar këto televizionet private që të paguanin për filmat që të shfaqeshin. Unë si regjizor në atë kohë, sigurisht, kur filloi funksionimi, Kinostudia Shqipëria e Re u mbyll. Edhe gjithë të filmat të prodhuar, sigurisht, ju ngarkuan Qendrës Kombëtare Kinematografisë, kujt? Qendrës Kombëtare Kinematografisë. Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, sepse u ristrukturua prodhimi filmik në Shqipëri me forma të reja, të çuditshme, edhe filluam, do me thënë, me interesimin edhe të Qendrës Kombëtare Kinematografike që na ndihmonte, filluam të ardonim edhe kontratat e para, mas Piro Milkanit, që e dorëzoj me mbarimin e mandatit të parë, e dorëzoj këtë institucion, edhe e kam marrë unë, ma ngarkuan mua, sigurisht e një bare rënd. Që ta dini që për para se ishte një stërmundim të bridhjen e për tërë televizionet e Shqipëris, në gjithë kablorët e Shqipëris, dhe ti mbush një mendjen se çdo projekcion filmi nuk i papaguar quhej pirateri. Ose vjedhje e autorit. Ishte ose vjedhje e autorit. Mi po pirateria nga vjedhja ka një ndryshim, se vjedhja është paksa e fshet. Ti e merr edhe e fshen. Kurse pirateria është ti e merr me përdhun edhe i shmangesh detyrimeve shtetërore dhe gjithmonë të bësh zot i një mallit që s'të takon. Madje dhe të kërkojnë ndonjë lek kështu për të marrë filmin tënd. Jo, ashtu gjëra nuk kemi bërë sepse përpiqeshim ta bënim me zel të madh të detyrë, sepse ishin një mori regjizorësh të filmit, sot kanë mbetur shumë pak. Vjen keq ta them. Po tani kemi mbetur vetëm një 5-6. Në gjithë luftën... Të tjerët kanë ndruar jetë, por luftën e bëjnë familjet e tyre, sepse, si mas ligjit të drejtës së autorit, mas ndrimit të jetës, ose mas vdekjes së regjizorit, ose të skenaristit, ose të kompozitorit, pronar bëhet familja e tij. Dhe deri në 70 vjet, si pas ligjit drejtës së autorit që është ndërkombëtar, domethënë botërisht, kanë të drejtë të marrin edhe të vjelin të drejtën e autorit. Kështu që edhe mua, edhe kolegut tim që tashmë e ka marrë të drejtën e autorit për ta zbatuar pak me vështirësi, por besoj se do ta dalim ban, sepse e vjen dako quhet, dhe unë e përgëzoj njëkohësisht i ofroj ndihmë aq sa kam patur, po koha ka treguar që edhe ligjet, edhe rregullat lëvizin. Një gjë që ndoshta ishte drejt në atë kohë, tani është vjetëruar dhe dalin ligje të reja, dalin marrëdhënie të reja që janë me midis krijuesve dhe të drejtës së autorit, agjencisë për drejtën e drejtë autorit. Ne të dy e sat kemi të njëjtën luftë, sepse ne luftën më të madhe na e ka dhënë Suada. Sot edhe mua të njëjtën gjë që nis në atë, sot e bëri përsëri Suada. Jo, tashti kjo është një fenomen, sepse që shqetësoi shtetin dhe në radhë të parë Ministrinë e Kulturës, sepse Ministria e Kulturës
administrantët të gjithë të shoqatat janë edhe agjensit që mbrojnë të drejtën e autorit. Administrimi i këtyre agjensive për këto nuk argjonte shteti asnjë dark, sepse ne mbajshim si agjensi, mbajshim nga të ardhurat që vlishim nga autorët, nga shfrytëzuesit. Tashti lindi një fenomen që në një televizion do të rokisnin 3-4 agjensi të cilat ishin aktive. Do shkonja unë, që në atë kohë isha drejtor, do të kërkoja të drejtën e autorit për filmat, që të shfaqte kjo agjensi. Për filmat unë kisha një monitorim të rrept, sepse pagunja një zyrë monitoruese që monitoronte televizionet më të rëndësishme, se s'mundi ti monitoronte 80 televizione private. Monitoronte televizionet më qendrore që mbanin kryesisht barën më të madhe të transmetimit në Shqipëri të gjithë sot, ato televizione që janë televizione si i quajmë që janë kablor, IPTV, OTT, sot. Jo këto televizionet që janë që si puna e klanit, Top Channel-i, TRT-ja, licencës OSHMA transmetues. Këta janë televizione transmetues. Televizor transmetues po janë të shkallës parë. Po, nga e cila ju tha Suadës që nuk duhet pagush më regjizori. Pra ata s'duhet paguajnë më regjizori. Po këto ishin edhe më belaxhit, këto televizionet më të fuqishme që janë sot në Shqipëri, sepse edhe RTS-ja kishte një përveç kanalit qendror që ka këtu, kishte edhe 4 televizione, një në Gjirokastër, një në Korç dhe një në Vlorë edhe një në Shkodër. Gjithsesi sot të televizionet e mëdha duan të paguajnë, por çështja është që ata janë audiovizual dhe Suada nuk mund të shpërblej për audiovizualin. Pra këta kanë mbetur në qersokaks, diku të paguajnë. Si vajti funksionimi i mëtejshëm i këtyre agjensive të cilat e kërkonin të drejtën e autorit veçanërisht edhe fizikisht shkonin vetë trokisin e dyert e këtyre. Kështu që unë më është dashur që çdo vit të shkoj trokas në dyert e televizionit të kërkoj të drejtën e autorit, ku ma jepnin, ku më thoshin nuk kemi pas të ardhura, ku shmangeshin, ku më përcillnin. Ndonjë thotë faleminderit që të transmetova. Më thuaj faleminderit. Ne të bëjmë një nder të madh sepse po transmetojmë filmat të cilat do të qëndronin të mbyllur në arkivin e filmit. Por si duket edhe shteti, megjithëse na kishte pjesërisht në patronazh duke na kontrolluar, se mos bënim edhe neve siç bëjnë shumë këtu në Shqipëri, domethënë pronar, producent e gjithë to që sigurisht varen nga shteti, paguajnë tatimet edhe ne i pagunim të gjitha tatimet, të gjitha gjërat, por që ishim të bezdishëm se ishim jo qeveritar. Edhe sigurisht nuk pagonim taksa në atë masë të madhe, që pagonin ndërmarrjet private që janë prodhime të kapitalizmit, sigurisht. Kapitalizmi me këtë mbajt, me ekonominë e tregut. Dhe Ministria e Kulturës për të na lehtësuar në klapa, ose në thonjza, si thonë, këtë mundim të stërmundim që më kishme neve të britim në Se cilin vetë? Krijoj një agjensi mëm, ose një, i themi neve, tamam, një agjensi mëm, e cila kontrollohej edhe subvencionohej nga shteti, që quaj Suada. Dhe detyra e saj ishte të brithe ajo dhe të mblidhte të drejtat e autorit për të gjithë kategoritë e artit, dhe pastaj t'i ndante sipas rekomandimeve dhe sipas standardit botëror dhe kategorisë veprës, llojit veprës. Po, se ishte agjensi për film, televizionin, ishte agjensi për muzikën, ishte agjensi për interpretët që ishin këngëtarët dhe aktorët gjithë to, dhe ishte një agjensi për producentët. Dhe këto merrin përqindjen e tyre sipas standardeve botërore, sepse bota vetë kështu funksiononte. Sigurisht, kjo manovër që bëri Ministria e Kulturës, neve na krijoi probleme shumë të mëdha, sepse
u lindi një konflikt ku i fshet dhe ku i hapur midis vetë agjencisëve ekzekutive, që janë 4 agjenci. Aty fillon të bënë manipulime sigurisht, kështu që edhe të ardhurat që i menim në veçanti vetë ne si agjenci në përdorusit e shpërndar në përgjithë Shqipërinë, ishin të pa kontrolluar, nuk i kontrollon një dot. Shkuan në agjenci që nuk ju takonin. Suada vende që e përcillin ose e përcillin më me lehtësi se sa neve, se ne bashim edhe Grinavec. Me kërkonin me insistim që ata të paguanin. Ra jashtëzakonisht, si të them neve, të ardhurat ekonomike që mblidhim ne për drejtën e autorit. Kjo më detyroi mua të parin që isha drejtor i agjencisë FMA, që mbronte të drejtat e autorit film, televizion, të tërhiqesha edhe t'ja linja stafetën një zëvendësi, sepse ne kishim me mandat 4 vjeçar, unë 2 mandate i kisha bërë. E mori një kolegu im, ai kolegu im edhe ai dha e mori, i vajti puna më keq, më ters, kështu që edhe ai e dorëzoi, edhe si përfundim, ne na duajnë në fakt, edhe kam kërkuar edhe unë, po edhe shumë nga kolegët e mi, që jemi gjallë, kërkuam me insistim që të vinim në krye të agjencisë për mbrojtjen e drejtave të autorit një jurist, një avokat, sepse ligjet vazhdimisht ndryshonin, ligjet merrin interpretime nga më të ndryshmet, kurse një jurist që është profesionist, që është avokat, ai është në kontakt të gjithë ligjshmërisë që ka shteti, të gjitha modifikimeve që lindin gjatë shfrytëzimit të funksionimit të shtetit. Ky është i gatshëm edhe kontakti që ka ky personazh, qoftë me Suadën, që është meti Suada si do gjashta, që të vazhdon të mblidhet të ardhurat, por që do ta ndjek, do më thënë të lufta e tij bëhet më e gjerë, nuk bëhet thjesht duke pritur çfarë do t'i sjellë Suada, sepse Suada të ardhurat ekonomike i ka, si të thuash, shumë të rëna, shumë të vakta, shumë jo në madhësinë e dur që ka qenë përpara, kur ishim neve të pa inkuadruar në këtë Suad të shkret. Edhe kështu që ati i ka mbetur në dorë të luftoj, të përpiqet, të kërkoj rrugë, mënyra, i cili ka marrë përsipër të marrë kontakte edhe me agjencitë si motra që janë në shtetet e ndryshme, qoftë ballkanike, po qoftë edhe europiane, sepse filmi shqiptar shfaqet në shumë shtetet, sepse ka kërkesa se ka emigracion të madh shqiptar. Edhe në Kinë kemi gjetur të titruar. Edhe në Kinë kemi gjetur të titruar. Edhe në Kinë kultivohet shumë, sepse na konsideron shteti që i kemi servirur Kinës, do më thënë, mënyrën si për të filmi. Sigurisht, filmi i paksaj dhe i standardit të realizmit socialist. Por që ata e zbatojnë akoma dhe sot, sigurisht, kinografia sot me kineze është në stade të jashtëzakonshme. Por që ajo ne na konsideron si mësuesit e parë se si bëhet filmi. Edhe këtë na ka bërë dhe një ftesë, se filmi i parë që ka shkuar në Kinë ka qenë një film i Piro Milkanit, që është për 2 heroinat, si qëtë filmi, se kam 2 heroinat e Gjirokastërës që u varën nga nazistët gjermanë. S'po më vjen titulli. Aty s'po të vjen titulli. Nëse është edhe bine e ftuan ata për një vizit në Kinë, edhe vajti i Piroe. Njëkohësisht i kërkuan që në ftesën që ata bën, që të merrte edhe ndonjë aktore, 2 heroinat e famshme që kanë Eglantina Kume, edhe ajo aktoria që është gruaja
Mjallaq Luarasit, Edi Luarasit. Pra Eglantinën kumë dhe Edi Luarasin. Për fat të zi se Edi kishte ndruar jetë, Piro e mori Eglantinën, edhe i kanë bërë një pritje të jashtëzakonshme madhështore dhe të parët që i kanë përqafuar Piron dhe Eglantinën, ishtin ata që realizuan, që thanë direkt që ne nga ju e mësuam filmin realist, se si bëhet filmi realist, nga juve mësuam që personazhet negativ nuk do t'jenë njerëz të shëmtuar, të deformuar, të egër, po mund t'jenë paq finë sa që janë aktorët që luajnë oficerët gjerman ke filmi që u përmanda më sipër që për fat nuk më kujtohet tani emri. Dy heroinat e famshme të Gjirokastrës të kohës luftës. Edi Luarasi dhe Eglantina Kume. Në atë kohë oficeri kryesor gjerman që luante ishte Naim Frashëri me një standard të interpretimit të jashtëzakonshëm. Dhe s'kishte nevojë të bënte të shëmtuarin, egërsiren, sepse akti që kryente ishte shumë i egër, sigurisht po bëhet edhe nga një njeri i bukur, i pashëm, i sjellshëm. Kjo është rruga jonë që erdhëm deri këtu. Tani u më mbetet që e vjen dakos t'i uroj të mbarsin e punës dhe detyrës së re që përsa ka filluar. T'i uroj që në qoftë se ka nevoja për ndryshme, unë personalisht si ish drejtor i asaj periudhe, ta ndihmoj, ta sqaroj, çfarë të ketë nevojë, qoftë për ligje, për mënyrë së funksionimi, mënyrë si ndajmë të ardhurat e njërën e tjetërën, në qoftë se do t'i duket të mbara, ja rekomandoj. Qoftë se duket që sepse gjithë ato standardet juridike me kalimin e kohës gjithmonë ata kanë ndryshime sepse hynë ligje të reja, përdorime të reja, gjitha këto. Ti uroj punë të mbarë. Të uroj punë të mbarë dhe të vaftë mbarë. E sa të falemderit për urimin dhe falemderit që ishe i pranishëm me ne, jo vetëm në aspektin e regjisë, por edhe si një, unë të ta quaj edhe si një nga ata persona që ka luftuar më shumë për drejtën e autorit, dhe personit që ka nxirr më shumë në aspektin audiovizualit për çështjen e agjësive je ti. Ti ke përballuar gjitha më shumë. Jam përballur me të gjitha llojet e vështirësive, saq sa jam lodhur me të drejtën, ta them të drejtën, edhe kam dhënë dorëheqjen. Me shumë dëshirë kam dhënë dorëheqjen sepse filluan edhe sëmundjet, se mosha pasohet edhe fizikisht nuk e përballon dot. Të bredhësh në përgjithë televizionet, të trokasësh në derë, të kërkosh të drejtën e autorit ishte e mundimshme. Të zihesh me udhëheqjen e Suadës është po aq e lodhshme sa që të trokasësh në derën e Ministrisë së Kulturës të përcjellin sepse thonë ne kemi halle të tjera më të mëdha se sa e drejta e autorit. Kështu që këto vështirësi do t'i kesh edhe Zoti të ndihmoft. Faleminderit. Ne do të ndihmojmë. Faleminderit.